Në fshatin Lazarat të bashkisë Gjirokastër, Nedim Proko, 43 vjeç, prej gati 5 vitesh është i angazhuar në bujqësi. Ai e ka kthyer punën në tokë në mënyrën e tij të jetesës dhe këto ditë e gjej mesarave, duke u marrë me procesin e korrjes së misrit. Sipas Prokos, ky vit ka qenë mjaft i mbar për prodhimin e misrit. Ai shprehet se rendimenti është i lartë dhe pret që edhe të ardhurat të jenë në nivele të kënaqshme. Unë është viti 5 ku që mirë me bujqësi. Kam filluar me 2 hektar, 3 hektar, kurse tani për momentin ka vajtur 15 hektar njërë në këtë moment. Tani miremi me korrjen e misrit, është dita e parë, e të shohim se si do eci në vazhdim. Si vjet duket sikur është më ndryshe, më mirë është nga vitet e tjera, e të shohim se si do dalëm njërë në fund kur të mbarojmë korrjen. Si vjet erdhi pak më para misri, edhe po bërna një javë mbaroj me korrjen e misrit, për një javë mbarojëm. E keni të siguruar pjesën e... Po, tregun e kemi këtu në fshat e marrën blegtorët të tërë, nuk na merret pa shitur, e kemi të garantuar shitjen. Pas përfundimit të korrjes, fermieri tregon se do të nisë menjëherë përgatitjen e tokës për sezonin e ardhshëm bujqësor. Pas përfundimit të korrjes, neve fillojmë me punimin e tokës, e bëjmë gati për të mbjellë, dhe shteti po na ndihmoj pak me subvencionime, akoma do t'i shtojmë na 15 mund të vemi në 20. Keni përfituar deri tani pjesën e subvencionit? Po, kemi përfituar na, kjo kemi përfituar. Ai thekson se puna në bujqësi nuk ndalet asnjëherë dhe çdo periudhë ka rëndësinë e vet për të siguruar prodhime të mira dhe cilësore.